Pensionistët përfitojnë bonusin e pranverës, Gonxha jep shifrat e marsit. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha ka publikuar të dhënat e fundit në lidhje me bonusin e pranverës. Në një postim në rrjetet sociale, Gonxha shkruan se mbi 573.000 pensionistë kanë tërhequr 4.9 miliard lek gjatë muajit mars. 573.965 pensionistë kanë tërhequr 4.9 miliard lek gjatë muajit mars. 10.000 lek bonus për pensionistët bazë deri në 20.000 lek, 5.000 lek bonus për pensionistët mbi 20.000 lek. Bonusi mund të tërhiqet deri më 30 shtator 2025 pranë çdo pike të postës shqiptare dhe bankave të nivelit të dytë, shkruan ai.